Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse keni debate në shtëpi, ja si të largoni syrin e keq nga familja juaj. Syri i keq është një besim popullor se dikush mund t'ju bëjë vullnetarisht ose pa dashje. Përjetoni sëmundje dhe gjërat nuk do t'ju ecin barë, zakonisht të nxitura nga zelia. Nëse mendoni që ju ose fëmia juaj vuan nga syri i keq, atëherë ju mundet që të përdorni këto metoda për të ndihmuar në diagnostikimin dhe kurimin e saj. Diagnostikimi i syrit të keq vjen i re simptomat. Energjia negative të një personi ziliqar mundet të shkaktojë simptoma fizike të cilat nuk lidhen me një sëmundje, siç janë infeksionet e syve, probleme me stomakun ose ethe. Gjithashtu ka të ngjarë që personi i cili mund të jetë i prekur mundet të ketë probleme personale, familjare ose profesionale pa ndonjë shkak të dukshëm. Ndiqni metodën e qymyrit. Kjo metodë praktikohet në Evropën lindore. Thjesht lëshoni një copë qymyr druri në një tigan me ujë, më pas syri do të largohet. Provoni metodën e dyllit. Një metodë tjetër është që të nxehet dylli. Shikoni se si do të reagojë më pas dylli. Metoda e kripës. Në shumë kultura e praktikojnë metodën e kripës ashtu si edhe në kulturën tonë. Vendosni krip në vatrën e sobës tuaj dhe shikoni. Nëse kërcet më shumë se ç'duhet, tregon se ju kanë marrë mësysh dhe se po largohet tani. Ndiqni gjethen e dafinës për të eliminuar energjitë negative në shtëpinë tuaj. Ne po jetojmë në kohra të vështira me probleme emocionale, vështirësi ekonomike dhe kriza nga motive nga më të ndryshme të cilat munden që të ndikojnë negativisht në shëndetin ton. Kjo është edhe arsyeja pse është e nevojshme që ju të qëndroni të fortë shpirtërisht dhe mendërisht. Pastrimi i energjisë negative dhe disa rituale të thjeshta të mbrojtjes psikike janë mjete efektive për t'i larguar nga vetja jonë ose nga ambienti në të cilin ne jetojmë. Pastrimi i mjediseve nënkupton krijimin e një ambienti të qetë dhe të shëndetshëm për ju dhe për shëndetin tuaj dhe për të gjithë familjarët. Pra, për të pastruar ambientin nga kjo energji negative, veproni në këtë mënyrë. Vendosni gjysmë limoni në secilën cep të shtëpisë dhe hidhni pak krip të ashpër. Kripa thith dhe ndryshon energjinë negative, duke i larguar ato. Pas një jave ajo do të ketë thithur të gjitha energjitë negative. Mund ta përsërisni sa herë që ju e shihni të nevojshme. Kundër syrit të keq, vendosni një gotë me ujë me një grusht kripe të trash, por vendoseni në komodinën e shtratit për 3 ditë rresht. Lëreni atë gjatë natës, por duhet që ta ndryshoni për çdo ditë. Gjithashtu, kundër fatit të keq, mundet që të përdorni këtë metodë. E gjitha çfarë keni nevojë është një filxhan krip të trash, një filxhan gjethe dafine të bluar dhe gjithashtu 3 thelpi hudhër të tharë dhe të bluar. Përzieni të gjithë përbërësit, pastaj spërkateni të gjithë shtëpinë, veçanërisht cepat. Të nesërmen pastroni dyshemen plotësisht duke hedhur kështu mbeturinat. Jeni ndjerë ndonjëherë keq pasi një person ka ardhur në shtëpinë tuaj, keni vënë re se si gjendja juaj shpirtërore dhe humori kanë ndryshuar nga një moment në tjetrin. Mirë po, çfarë duhet bërë? Për të pastruar energjinë negative nga shtëpia juaj apo nga ambienti i punës tuaj mundet që të përdorni disa objekte të secilës sipas filozofisë Feng Shui mundet që të ndryshojë jetën tuaj.
ja cili është kuptimi i secilit prej këtyre objekteve. Pasqyra jashtë shtëpisë. Mbajtja e një pasqyre jashtë derës kryesore të shtëpisë gjithashtu parandalon hyrjen e energjisë negative. Objekti përfshin një atmosferë misticizmi dhe misteri, duke reflektuar me besnikëri gjithçka që ka përpara. Pasqyra ja kthen atij që i drejtohet. Në këtë mënyrë, negativiteti do të mbetet jashtë. Megjithatë, vendosja tek porta nuk është një ide e mirë, sepse mundet edhe të pengojë hyrjen e fatit dhe të pozitivitetit. Vendosja para dritares varet nga peizazhi që ajo pasqyron. Në qoftë se pamja është shëmtuar ose shikon nga ndonjë spital apo ndonjë mjedis i trishtuar, atëherë ju duhet që të zgjidhni një vend tjetër sepse këto imazhe do të pasqyrohen brenda shtëpisë tuaj. Në dhomën e gjumit, mos e lini në një pozicion i cili pasqyron njerëz që flen. Në kuzhinë mundet që të vendosni atë pas sobës. Mundësisht kujdesuni që të reflektojë imazhe lulesh. Kripa e trash. Kripa e trash nga ana tjetër është e aftë që të mbërthejë të gjitha energjitë e mjedisit. Vendosni një gotë me krip të trash në shtëpi dhe kështu ju do të shikoni se do të liroheni nga negativiteti. Ndërrojeni atë çdo javë sepse zakonisht ajo është e ngopur me energji. Ju mundet që ta vendosni dhe në një vazë transparente dhe të vendosni disa degë të thata në të. Kështu mund ta përdorni edhe si dekor. Kripa simbolizon forcën, pastrimin, rinovimin e energjisë dhe neutralizimin e styrit të keq. Tërfili. Tërfili me 4 fletë lidhet gjithmonë me fatin, përveç se simbolizon elementet e natyrës, tokën, zjarrin, ujin dhe ajrin, simbolizon edhe ciklet e plota si për shembull 4 stinët apo fazat e hënës. Sipas përvojës popullore, fati është akoma më i madh kur ju e gjeni atë rastësisht. Përveç faktit nëse e keni kërkuar ose jo, mbajtja e tij në shtëpi tërheq dashurinë, pasurinë dhe bollokun. Nuk do të ketë më hapësira për negativitet në shtëpinë tuaj. Enët e thyera janë një ndër gjërat të cilat ju duhet i largoni me patjetër nga shtëpia juaj sepse sillin energji negative. Për çdo që i përdor, sipas ekspertëve Feng Shui, përdorimi i enëve të thyera mundet që të ndikojë në karrierën dhe njëkohësisht në financat tona. Prandaj ju duhet që t'i eliminoni ato sa më parë nga shtëpia juaj, duke larguar kështu edhe syrin e keq apo energjinë negative. Gazetat e vjetra. Hidheni menjëherë gazetën në kosh apo ta lexoni sepse përndryshe ajo do të sjellë energji negative në shtëpi, duke qenë se ju do t'i mblidhni ato revista ose libra duke i ruajtur në rafte të shpërndara nëpër hapësirë. Këto sende do të sjellin energji negative. Kavanoza bosh me oriz, krip dhe sheqer. Të gjithëve na ndodh që furnizimet me ushqimet më të nevojshme të na mbarojnë, por ekspertët e Feng Shui thonë se nuk duhet i lini kurrë kavanozat bosh në të cilën ju mbani këto ushqime. Raftet me kavanoza bosh në kuzhinë ndikojnë në lumturinë dhe në harmoninë tuaj familjare. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim që të zëvendësojnë besimet tuaja familjare. Ju nuk jeni të detyruar që t'i besoni këtyre artikujve. Ju jeni të lirë të zgjidhni në qoftë se dëshironi t'i besoni apo edhe nëse dëshironi t'i praktikoni. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.